Për 4 ditë, në spitalin e Gostivarit kanë kërkuar ndihmë 1200 qytetarë si pasojë e përhapjes së një epidemie, konfirmojnë nga Spitali i Gostivarit. Shumica e pacientëve njoftojnë ata paraqiten me simptoma të ngjashme, si të vjella, diare, dhimbje stomaku, temperaturë të lartë, plogështi dhe shqetësime të tjera gastrointestinale. Numri më i madh i pacientëve me këto simptoma është evidentuar në repartin e infektologjisë, repartin e pediatrisë dhe njësinë e urgjencës. Gjatë këtyre ditëve, në Spitalin e Përgjithshëm Dr. Ferit Murat, Gostivar, janë ekzaminuar rreth 1000 deri 1200 pacientë me simptoma të lartpërmendura. Të gjithë pacientëve u është ofruar ndihma e nevojshme mjekësore dhe është aplikuar terapia përkatëse në përputhje me gjendjen e tyre shëndetësore. Agjencia e Ushqimit dhe Veterinarisë ka bërë ndalesë për përdorimin e ujit të pishëm nga sistemi i furnizimit me ujë të Gostivarit për shkak të dyshimit të bazuar se është i kontaminuar dhe i pasigurt për përdorim. Inspektimi ka përcaktuar se një pompë është instaluar në mënyrë të palishme, pa leje, në tubacionin kryesor të rrjetit të furnizimit me ujë, e cila injekton drejt për drejt ujë nga lumi Vardar në këtë sistem furnizimi me ujë. Janë marrë mostra uji për testime laboratorike për të përcaktuar sigurinë e ujit, për parandaluar një rrezik më të madh dhe popullsinë e këtij rajoni. Agjencia e Ushqimit dhe Veterinarisë ka lëshuar një ndalim përkohshëm për përdorimin e ujit të pishëm derisa të merren rezultatet e testimeve laboratorike për të konfirmuar sigurinë e tij. Prokurori publik i shtetit Nenad Saveski njoftoi se Prokuroria Themelore Publike e Gostivarit po ndërmerr veprime hetimore në rastin e ujit të pishëm në ujësjellsin e Gostivarit, për të përcaktuar nëse ka lidhje me numrin e shtuar të pacientëve me probleme me tretjen. Le të mos nxitohemi me kualifikimin ligjor të ngjarjes. Veprimet po ndërmerren sot. Pres gjithashtu informacion nga prokurori publik kompetent, kështu që nuk do të ishte mirë për mua të përcaktoja kualifikimin ligjor në vend të prokurorit kompetent. Nga sektori për punë të brendshme në Tetov njoftojnë se ekzistojnë baza dyshimi se ndërmarrja publike ujësjellsi në bashkëpunim me komunën e Gostivarit ka vendosur 3 pompa në shtratin e ujrave të zeza rrjedhse, përmes të cilave është injektuar ujë drejt për drejt në gypin kryesor të ujësjellsit që furnizon qytetin. Ky aktivitet me sa duket është ndërmarrë me qëllim të rritjes së presionit në rrjet për shkak të mungesës ujit të pishëm, me çka rrezikohet drejt për drejt shëndeti i qytetarëve të Gostivarit. Po ndërmerren masa për zbardhjen e plotë të rastit për shkak të dyshimit për kryerjen e veprës penale ndotje e ujit të pishëm. Ndërkohë të vëshenja kërkoi prononcime dhe nga komuna e Gostivarit, por kryetari ishte i paqasshëm.